Ajo skandal i madh. Ku po ruheshin? BKH-ja ja kalon në ruajtje policisë. Ku ruheshin? Policia i qethi. Ku ruheshin? Në Villa Agasit, këtu në diku pranë Panto Resortit. Do më thëmë, ku është në Petrela, ku i bi? A, nuk ishin marrë në ruajtje në objekte shtetërore? Jo, problemi është do më thëmë që kështë shkuj ishte shumë natë dhe vlerë atyre ishte shumë e lartë dhe BKH-ja s'kishte logjistik. Pa në shumë, me sa dëgjova. Dhe kështë lënë në ruajtje policisë. E kështë marrë policia. Nesme në aty, do më thëmë, ke gjithë në i verli brashdi në i gjithë, do më thëmë të zëvëndësume. Si mund të ndodhë kjo gjë, Redi? Po, problemi më i madh... Sepse bëhet fjalë për administrim të produkteve të veprës kriminale, nëse shkojmë me këtë logjikë. Patjetër, janë sendet sekuestruara që kanë shkuar me një urdhër gjykate për kontroll dhe për të bërë gjithë veprimet e mundshme procedurale. Normalisht duhet ishin lënë në ruajtje nga personat e duhur për të siguruar deri në momentin që do të transportoheshin deri në vendin e caktuar. Besoj se ka hyrë vetë kushëria Agasi, siç ka dalë në media të paktën nga ato çfarë kemi dëgjuar, që i ka marrë, ka prishur dhe serverat, që është një vepër tjetër penale i problem që ka dashur të fshejë situatën ose ngjarjen. Dhe po ma ka qenë objekti në ruajtje nga policia. Si ka hyrë, si i ka marrë? Shiko, se s'ka marrë një shishe 2 që i merr njeriu në çantë, aty bëhet fjalë për sa kuptojmë ne, ka fut fugonin. Prokuroria posaçme në momentin që ka vajtur dhe ka bërë aksionin, që e shpjegoi Mandi, nuk ka pasur mundësinë që ti transportojë dhe ti lëvizin në një vend tjetër, dhe i ka lënë po në atë vend ku i ka gjetur. Dakord, pra këtë e kuptoj unë, por nuk ka mjete prokuroria e posaçme dhe një individ cili do qoftë ky ka mjete për ta transportuar dhe për ta marrë një send, një sasi sendesh që janë në ruajtje nga policia? Për këtë... Jo, s'kishte logjistik.